30 orë, ngrihu luftone për vendin tuaj. Bullgaria ka rreth 6.7 milion banor. Janë ngritur, rebelojnë ndaj qeverisë, thjesht për rritjen e taksave dhe për buxhetin. Shumë herë më pak se problemet që kanë shqiptarët. Por bullgarët, në mënyrë pa të drejtë, hynë përpara Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nuk ju takonte. Dhe natyrisht nuk kanë hikur, edhe pse nuk kanë nevojë për viza, gjysma e popullsisë si kanë hikur në Shqipëri. Natyrisht që duhet parë se kush i nxit protestat, sepse gjithmonë ka një nxitje nga jashtë, siç ndodhi në Serbi, siç ndodh thuajse gjithkund. Qytetarët në këtë sistem të ri të sipërmarrjes protestën kanë gjendë më të shenjtë. Natyrisht që Shqipëria i merr kthesat pak me vonesë. Dhe në qoftë se do t'i kthejmë dëgjesës në Kongresin Amerikan, në nën Komisionin për Europën, duket sikur po përgatitet goditja ndaj kryeministrit shqiptar, të cilin e korruptuara skajore Balluku e quan palloshi i gjatë. Nuk është fraza ime. Është komunikimi vulgar midis njëshit dhe dyshit Partisë Socialiste. Ajo flet si gjyshi i saj, ai flet si kolega Spiro, Diamond Sti. Nuk ka ndryshuar, geni është i njëjtë. Dëgjesat janë një shembull për çdo parlament, por dhe për parlamentet shqiptare, nuk zihen, nuk bërtasin, flasin me radhë. Komisionet kryesohen nga partia që ka majorancë. Nuk mund të jepet partisë që është minorancë, siç ndodh shpesh dhe në Shqipëri. Nuk ka kuptim. Ndaj ka fituar. Por këtu kongresmeni ose congresswoman fitojnë me votë drejt për drejt, nuk janë lista kryetare, sepse këtu nuk ka fare kryetar partish. Ja kam thënë, Donald Trump nuk është kryetari i Partisë Republikane. As Obama nuk ka qenë asaj demokrat. Ka thjesht kryetari i Këshillit Kombëtar, që se njeh askush si majtas dhe djathtas. Unë dje ju dhash diçka nga hiri, nga dëgjesa, sepse kur kryet një dëgjes, thritën specialist, por thritët dhe përfaqësues i Departamentit Shtetit. Dje nuk kishte përfaqësues nga Departamenti i Shtetit. Ishte një përfaqësues i Heritage Foundation, çka kontrollon projektin 2025, shumë i ashpër, ishte nga Hudson Institute dhe John Hopkins. Njëri prej tyre, në dëshminë që na erdhi më parë, ka një paragraf për Shqipërinë, duke mbështetur raportin e auditit të OSBE-s për zgjedhjet në Shqipëri, të parregullta, kërcënime, pra jo zgjedhjet ndershme, administrata ka përfituar duke paguar. Pra, çështja e ngritur nga opozita shqiptare shkon në Kongresin Amerikan përmes një përfaqësuesi të think tankëve dhe çdo gjë është on record. Natyrisht që kjo i dërgohet Departamentit Amerikan të Shtetit dhe Shtëpisë Bardhë. Ajo që doja të veçoja është që mbështetet përsëri reforma në drejtësi, detyrimi i madh vendosur nga Amerikan, por dhe nga BE-ja, pra SPAK-u ka mbështetje të hapur. Ju mund të thoni që një dëgjes në Kongres nuk ka rëndësi, ka shumë rëndësi. Unë kujtoj dëgjesat e Escobar për Ballkanin Perëndimor, orientimet që ai i jepte për politikën e jashtme, si na godiste, por ajo që më dua ta ndaj me ju është kjo që janë të ashpër ndaj Serbisë. Janë 30 miliard dollar nga Kina në Ballkanin Perëndimor, shumica Serbia, dhe ajo që tjetra ishte të tre specialistët janë kundër heqjes sanksioneve ndaj Dodik, tregon politikën e lëkundër të Trump, dhe sulmuan ashpër investimet private të një figure të përshtirë, do të thoja, për amerikanët, politikën si Kushner në Serbi. U tha qartë që Serbia kërkon të rregullojë marrëdhëniet me Trump përmes oborrit të tij, përmes investimeve. Nuk duhet jetë kjo politika, u theksua nga ata. Departamenti Amerikan i Shtetit ka gabuar kur ka filluar partneritet strategjik me Serbinë dhe ka pezulluar me Kosovën. Natyrisht duket që ndaj Kurtit, sipas specialistëve dhe pyetjeve të kongresmenëve,
kanë dështuar si me politikën e Bidenit dhe me Trump. Por shpresa është që Trump, përmes marrëveshjeve ekonomike, do të detyrojë Serbinë që të njohë Kosovën. Nga të gjithë dëshmimtarët thuhet që e vetmja rrugë për forcimin e Kosovës është hyrja në NATO. Hyrja në NATO për Kosovën e çbën ato që quhet antarësimi në OKB, ku bllokohet nga Kina dhe nga Rusia. Ju kam thënë që politikanët shqiptarë, sidomos ata që janë të qeverisë, por dhe të opozitës, sa herë që vinë këtu, janë të mbikëqyrë, jo thjesht për takimet me element kriminal që bëjnë, por dhe me kalesat financiare. Ideja është se ka qenë një qelizë e madhe në New York, në qendër, njerëzit e Ramës. Faktet dalin që ka qenë lobia, Balluku që ka sponsorizuar duke organizuar dhe shkeljet federale, një krim federal duke organizuar aktivitete politike në Manhattan, ku vlefta shkoi rreth $250,000. Janë disa emisar të Ballukut, me lidhje me Vjenën, punonjës të administratës lartë që vinë shpesh tek qendra e celulës kuqe Rama Balluku në New York. Ky vend heton dhe dosjet janë masive. Se kur do të godasin, nuk mund t'i parashikojmë, por në platformën e Donald Trump, korrupsioni në Ballkanin Perëndimor konsiderohet si shkatrim dhe goditje ndaj interesave të sigurisë kombëtare amerikane. Trafiqet e drogës natyrisht që kalojnë në shkallë më të madhe. Dhe fakti që numri 2 FBI-t është investuar personalisht tek Sinaloa, ka shumë gjasa që grupi i Sinaloës që u sankcionua nga thesari do të kenë mandate arresti. Ka përgjime, ka hetime, ndërtohet çështja dhe Ministria e Drejtësisë e çon në gjykatë. Shumë mund të thonë që Trump lëviz, fali një trafikant të madh siç ishte presidenti i Hondurasit, përgjegjës për 400 ton heroin. Por ideja është që administrata Biden ka bërë një gjyq politik ndaj tij, dhe Trump, mbas informacioneve të marrë nga CIA, por të kundër zbulimi, inteligjenca e FBI-t, arritin këtë konkluzjon. Trump është i zgjuar. Trump nuk është budalla si kërkon ta portretizojë majta amerikane. Janë premtuar $10 trilion investime të huaja. Sikur gjysma të realizohet, është shumë herë më shumë se sa ndodhën në kohën e Bidenit. Ka bërë 2 ndryshimet mëdha për ekonominë. Çmime masive të naftës në Amerikë dhe çrregullimet, heqjen e rregullave që ndalonin në kohën e Bidenit për të favorizuar biznesin. Problemi është se e majta është e zgjuar, propaganda atyre vazhdon e sulmon, sepse e di që të ekonomia janë votuesit në zgjedhjet e mes mandatit. Trumpi nuk është i fokusuar. Ka filluar të tregojë shenja rënje shëndetësore, nuk po e nxjerr skanerin që u bë, në qoftë se ka qenë skaner në pjesën e kokës, ka probleme kognitive. Por nga ana e qarkullimit të zemrës, nuk duket se është shqetësuese, por aty është prishur ai cikli cirkadian. Një njeri që rri zgjuar në 2 të natës, është parë dhe në mbledhjet e kabinetit duke dremitur. Ka pasur në 2 të natës 150 postime në Twitter. I bie rreth në çdo minutë nga 1. Kjo e bën që të humbas të pavarurit dhe krijon probleme duke ulur integritetin dhe forcën reale që doni ka. Putini përsëri duket sikur po luan. Nuk ka pranuar propozimet që vinë nga 2 evrenj, ndërtesa Xhiu, Witkoff dhe Kushner, të cilët e kanë sformuar Rubion thuajse tërësisht. Rubio është përqendruar në shfaqjen e platformës së magës
dhe të 20-25 në departamentin Amerikan të shtetit, dhe çdo ditë po kalon ato që quhen emërime politike që nuk shkojnë më shumë se 200 deri në 250 vet. Departamenti në Washington ka 27.000 punonjës diplomat, 25% janë të CIA, snifen. Pra bie që 95 ose 97% janë Eurikim Sign Company. Eurikim do të ketë probleme me Tigrin 1 dhe Tigrin 3, sepse amerikanët po hetojnë investimet e kryeministres Bangladeshit, e cila është dënuar me pushkatim. Lidhur me qëndrimet ndaj Shqipërisë, duket se po shkohet në favor të ndërtimit të një opozitarizmit të mbështetur nga kjo administratë. Këta nuk mbështesin emra dhe nuk shkatrojnë emra, e shikojnë Shqipërinë afatgjatë si një tokë të ndikimit tyre. Jemi me fat. Shpresoj që dhe Kosova ta korrektoj qasjen ndaj Amerikës. Ne, si në Shqipëri, dhe ata ekzistojnë prej tyre. Nga ai lobi munguar shqiptar-amerikan në Washington, por dhe nga ata politikanë që vinë këtu dhe bëjnë qoka fotografi me senator, shumë e lehtë, me $5.000 mund të arrish këtë, duhet të ngrihet çështja e çamërisë. Lobi grek nuk e ka më forcën që ka pasur më parë në Washington. Nuk e di pse. Mbase grekët kanë filluar të ato martesat grek me grek, është zbutur shumë, ose e kanë arritur qëllimin maksimal ndaj nesh. Unë kujtoj në 97-ën sa agresiv, sa të helmët, sa të pistë ka qenë ndaj çështjes shqiptare. Pa u zgjidhur çështja shqiptare, Ballkani nuk gjen qetësi. Edhe në hearing ndoli që ka 30 vjet që 35 vjet pas dejtën nuk kemi arritur asgjë. Nuk mund të arrihet paqja në Ballkan pa u njohur çështja shqiptare, pa u njohur Kosova. Por kur kemi vendet NATO-s që nuk njohin Kosovën, kemi Greqinë, Spanjën, Rumaninë, Moldavinë, unë i kuptoj se kanë probleme, por shqiptarët e kanë dorë një gjë. Mos blini prodhime spanjolle dhe greke. E thjesht. Dollari, euro, juaj, jo në ato vende që s'njohin Kosovën. Dhe ndaj Greqisë, çdo takim do të jenë të ashpër çamëria Kosova. Jo gjynjëzim, prralla. Greqia vazhdon të ketë ndikim në Shqipëri. Numri 2 i qeverisë, i akuzuar për korrupsion madhor, ka ardhur nga Greqia. Ja futën në Ramës, thjesht ndikim grek, apo dhe ndikim rus, dikush që nuk ka asnjë lidhje me strukturat e PS-s, asnjë kontribut e PS-ja. Befas punon të zyrave të bashkisë, se Rama kështu e ka kthyer PS-n. Partia e Bashkisë e njerëzve sklever të tij. Kishte frikë se këtë do t'ja merrte Veliaj. Nga krahu opozitës duket se shenjat janë pozitive. Të gjithë shqiptarët e dinë, e keqja ka një emër, quhet Edvin Rama. Nuk ka nevojë që të bësh analiza si Einstein, janë thjeshta. Ekonomia gjithmonë më keq. Strehimi skandalos, arsimi asgjë, shëndetësia je partia e majt. Ke vjedhur nga $120 miliard në buxhet, duke e dhënë 5 oligarkëve tu, ku ka shumë gjasa sipas edhe akuzave këtu që ti je aksionar i fshet kudo, që nga aeroporti i Rinasit, nga hotelet këtu, ndërtimet tjera, fshatra turistik, babëzi i pangopur. Dhe pastrime në Stamboll, në Dubai, në Katar, aty ku Interpoli nuk hyn dot. Por problemi është që ky vend me agjencitë e tij di çdo gjë. Dhe dënimin me vdekje politike ta ka dhënë. Ka një vit që nuk ka asnjë kontakt zyrtar nga asnjë zyrtar amerikan. Përfaqësuese e Trumpit ka injoruar në Shqipëri. Nuk e marr pjesë te 4 korriku, festa amerikane në ambasadë. Nuk ishte ftuar te anija amerikane. Atasheu yt ushtarak
në Washington injorohet nga Pentagonit dhe në Departamenti i Shtetit. Ambasadori yt këtu thuaj se nuk ka asnjë veprimtari pro Shqipërisë, pro biznesit, madje me grafa, gjoja me ftesën ndaj Rubiut, që ku është, pse s'ka shkuar. Dhe tjetra, nuk mund të jesh marksist-leninist kur del në për ekranet e BE-s të korruptuar duke sharë këtë vend të madh. Ti jep mend që Amerikanët zgjidhin çdo gjë me bombë. Po zotëri, me bombë e kanë zgjidhur Amerikanët, që na shpëtuan edhe ne, Shqipërinë, në luftën e dytë botërore, gjatë luftës së ftohtë. Ti ke frikë se mos ndodh me ty ajo që ndodh me Madurën. Nuk besoj, sepse je kryeministër një vendi të NATO-s, ka mekanizma të tjerë të të heqin. Nuk e shikon ç'po ndodh në Bullgari. Jo vetëm se është vendi i NATO-s, është dhe i BE-s. Kur vjen fundi, askush nuk don t'ia di. Bullgarët që në vitet 90 e dogjën mazoleumin e Dimitrovit. Unë kam qenë në 91 dhe kam parë me sytë e mi. Shqiptarët dogjën komunitetin e partisë në Shkodër, i lumt. Por duhet që djegur dhe ai në Tiranë, ku sot ka selin partia vazhduese e Hoxhës. Dhe duhet ishte shkullur me thonjë simbolet që ti i dashuron, që i keni në zemër, nuk e diskutoj. Isha në Tiranë përpara një jave. Kalova tek vile pallat e kriminalit Mehmet Shehu. Brenda saj ishte statuja e Stalinit dhe e Leninit. Muzeum. E do ky i gjati, më tha një deputet i shkurtër i PS-s. Nuk e kam që mund të mos ishin për muzeum. Problemi është ky, nuk i kanë shkatruar që në 90. E kuptoni pra? Sepse i duan. Ata mund të jenë NATO, por në shpirt janë varshavian. Janë me Moskën. Nuk ka qenë rastësi kur në vizitën e parë si kryeministër, si kokministër e Shqipërisë, Rama është takuar me Lavrov. Sepse ka shumë sy. Nuk fshihesh dot te Four Seasons hotel luksos që ti e di sa ke paguar, sepse aty ka shqiptar që punojnë dhe kamarier. Siç kanë qenë kur ke bërë takime me Pacollin në Manhattan. Ose kur vajtet te dasma e vajz djalit Sorosit. Lëvizjet ti din. Nuk e fshet dot. Ti kujton se Secret Service të ruan jetën tënde, jo, këtu gjithkush që vjen me pasaport huaj vëzhgohet. Natyrisht. Por ti nuk ndryshon shumë nga paraardhësit e tu. Hoxha vet nuk shkelin këtë tokë të madhe. Edhe pse kishte një vllat nënës këtu, me të cilin nuk fliste sa ishte ballist, çuç. Por kur Ramizalia ka ardhur, është takuar me Shevardnadsen, ministrin e jashtëm të Bashkimit Sovjetik. Dhe marrëdhënie diplomatike më parë i lidhi me Moskën sesa me Washingtonin. Dhe kur i lidhi me Washingtonin, seli ambasadës ishte në një pallat ku pranari ishte një grek. Ata e kanë pasur partinë tënde. Ti di këto, sepse ty në 97-ën New York Times i përmes Soros, ty dhe një lëturë tjetër, ju hapi fjalë të hidhin helmin e madh ndaj veriut të Shqipërisë në çështjet shqiptare. Se ke dashur kur. Shiko ç'po ndodh me BE. Përse të gjithë ata dashnorët e tuaja demokracisë janë dëgjuar në korrupsion. Ka fakte që ke paguar Blerin. Ka fakte që gjithkush që vjen ti i dërgon ju dhe i paguan ata. Do të dalin edhe tek Mogherini, mos u habit. E keqja ka një emër në Shqipëri, Edvin Rama. Zgjidhja vjen nga kundërshtarët dhe shporrja e tij. Shembujt janë shumë. Një fund do të kesh si Vučić, dhe shumë shpejt shqiptarët do të ngrihen edhe si në Bullgari, sepse ata ustallar që kanë nxitur këtë reagim si në Serbi dhe në Bullgari kanë të njëjtat interesa edhe në Shqipëri. Jam i detyruar ta përsëris ato që Washington ekzamineron. Rama, si Noriega apo Erdogan, both, të dyja, narkoshtetin në Ballkanin Perëndimor do ta shkatërrojë. Se si
i takon agjencive amerikane se si veprojnë. Por injorimi, tallja, mos takimi me ty e tregon qartë. Të gjithë largohen si nga zgjebja. E keqja në Shqipëri ka një emër, Edwin Rama. Dhe këtë e din të gjithë. Mua më vjen mirë që ka kohë që edhe në Washington të gjithë e dinë se në Shqipëri e keqja ka vetëm një emër, Edwin Rama. Por janë shqiptarët që këtë të keqe, që e ka emrin Edwin Rama, ta shporrin ashtu siç e meriton. Si etrit e tu, në qoftë se babajnë shpirtëror të partisë tënde e të roqën zvar të metalt në të statuja, uroj që të ndodhi me statujat që ke futur tek Vila Pallate Sheut, por ato zyra që po digjen në Bullgari duhet ngrenë këmban edhe për zyrat me prapaskena Macbethiane, ku ti për 8 orë je puthur, je vrarë, me thika nga pas shpine tek zyra që ende kanë gjak nga krimi i kuq. Fundi ka ardhur. Nuk e vonon dot, mund blesh heshtin sa të duash. E keqja në Shqipëri ka vetëm një emër, Edwin Rama. Kudo në Shqipëri.